Greta, kam rritur në këto momente dhe zoti Shehaj nuk e din nëse keni koment zoti Shehaj për këtë situatë. Po ja të do tani sa po erdha, kështu sa po të marr informacion do flasim. Do është ardit nëse është e mundur të pyesësh vetë. Se mund të bashkë sepse do doja të pyesja. Po, pra pikërisht doja të thoja. Kryetarin e KZ-s, përshëndetje, jemi drejt për së drejtin në Euronews Albania. Një sekondë. Do doja një sqarim. Si tan më raportuan që ju keni lejuar, ju jeni lajmëruar që votat të pavlefshme janë shtuar një parti tjetër. Dakor? Më fal, vetëm të mbaroj çfarë më raportuar mua, pastaj ti thuaj çka ka ndodhur. Më është raportuar nga vëzhguesit tan dhe prandaj kemi ardhur gjithë këtu, sepse votat të pavlefshme janë shtuar një parti tjetër. Dhe në momentin që ju jeni lajmëruar, ju me kokë keni thënë vazhdoni. Kjo më është raportuar tani. Ja kush? Nga vëzhguesi, ne kemi vëzhgues, dhe vëzhguesit për të punë janë. Vëzhguesi kam kredituar dhe jam dakord me vëzhguesin. Jo, vëzhguesi fare dakord me vëzhguesin, se vëzhguesi sa po folën me mua, nuk mund të jenë dakord edhe me mua dhe me juve. Kam kredituar, jam dakord me vëzhguesin. Jo, më ti s'mund të jesh dakord se e ka kredituar. Unë po them, jo më se ti po thot tani çështja është. Kërkuam që të hapej zarfi për të verifikuar nëse kjo është e vërtetë apo jo. Dhe ka rezultuar që është e vërtetë apo jo? Po më shumë. Është e vërtetë. Do ta hapim. Pse keni larguar atëherë? Pse keni lajmëruar policinë për të larguar kandidaten nga sepse zonja në fakt nuk ka ndaluar së ngacmuari. Po se falë procesi së zonjës ose zënjushës, ju e keni bërë të gjë, ju e keni bërë të gjë. Po ju jeni këtu dhe një. Jo, unë jam këtu, po fakti është që do pyesni apo do flisni? Se këmbuli zonjusha. A nuk po pyet. Do flisni. Po të flisni vetë, më ftoni mua. Jo, unë kam ardhur këtu. Në bashkëbisedim. Jo, unë kam ardhur këtu, sepse ju nuk po bëni punën tuaj, po kërkoni të manipuloni procesin zgjedhor. Shihni më vëzhgë. Për çfarë arsye do manipuloj një proces zgjedhor? Për cilin interes? Manipulove vetë dhe nuk ka votën. Edhe një herë tjetër. Ky është Edhe një herë tjetër. Procesi zgjedhor ec në disa hallka. Këto janë hallka procedurale. Mi jam vënë në djeni nga shqetësimi i zonjës, Barbara Dota. Jam afruar zonjës, i kam thënë çfarë problemi kem, ka thënë në një kuti, në një flet të kësaj qendre, të kësaj vënëvëje, ka rezultuar që ishte pavlefshme, ndërkohë që është konsideruar e vlefshme. Ose më saktë, duhet ishte tek fletet e pavlefshme. E kam konstatuar dhe ka rezultuar të ketë drejt zonja Barbara Dota. I kam thënë që kjo kuti do kaloj të monitorohet si votë kontestuar, si votë pranë KQZ-s, duke patur dhe ftuar anëtar të tjerë të KZ-s për ta hapur, ato nuk kanë pranuar sepse nuk është bërë në kohën e dur. Ka një procedurë. Do ta bënte në kohën e dur. Nuk është bërë në kohën e dur dhe për këtë arsye unë kam marrë, kam protokolluar dhe kam vënë ndjeni. Kjo është arsye se ju e përzut jashtë dhe keni kërcënuar më falni se. Kërcënuar është ka një kondicion sine qua non, çfarë kam bërë? Kush e ka kërcënuar? Me polici është kërcënuar për një pretendim që ka rezultuar të jetë i drejtë. Tani, këto mashtrime të llojit jo po se thanë në kohë. Këto janë broçkulla. Këto janë broçkulla tuaja. Dakor, sepse vëzhguesi është aty dhe lajmëron. Dakor, ju gjeni pretendimin dhe pretekstin, jo nuk e tha në kohë. Cila është koha për të? Cila është koha? Sepse duhet ta ngërë zërin. Çfarë problemi ke? Tani më fal, ti ke ngritur zërin, ke kërcënuar dhe unë do të çfarë kërcënim? Ke kërcënuar. Çfarë kërcënimi? Çfarë i kam thënë? Cili është kërcënimi? Kërcënimi i parë, të çojnë në polici. Kërcënimi i dytë. Do dalësh jashtë po vazhdove. Kërcënuan vëzhguesit e një force tjetre dhe i fitotrite. Po, i theko policia. Cilët janë më? Unë nuk i njoh zotë. Po denoncojmë, ajo është policia. Ka filmuar, unë nuk i njoh vëzhguesit e partive. Po thirrët i ftosh policin jashtë. Dhe këtu të njëjtën gjë te patjetër dhe kur kemi dalë këtu në korridor. Çfarë them thënë? Po, kur dolëm në korridor. Jo nga momenti që kam bërë. Deri momenti që kam dalë jashtë më ke kërcënuar. Domethënë, nuk tham asgjë, e folëm shumë. Nuk ju nderon fakti. Nuk kam këtu për të nderuar. Jo, nuk jam këtu për të nderuar fakti. Po nuk jam për të nderuar. Jam për të mbajtur një përgjegjësi tjetër. Mbani përgjegjësi para. Ndryshe nga ju. Çfarë keni bërë, do mbani përgjegjësi. Ju të rikni interes dhe për drejtësi. Nuk dëgjoj ty, mos kam të dëgjoj gjithkohës. Jo më mbaroj këtu biseda po deshet shumë. Bëj çfarë duash. Po vazhdo fol. Mbash përgjegjësi para ligjit për çfarë ke bërë. Dakor, jo thjesht ta dish, thjesht ta dish. Vazhdo bëj punën. Jo, rri këtu, vazhdo ti. Po bëj çfarë duash. Hajde Barbara me mua. Do ta
Sakti për shakti. Është organ kolegjal, nuk vendos. Po mirë, hajde mbritet organi kolegjale Për ju. dhe vendose. Po për këtë do ta bësh, do ta bësh më ta bësh për qytetarët. Po flasim për votat e qytetarëve, që ti kërkon të manipulosh. Por një vot këtu, një vot në çdo kuti bën diferencën. Të lutem, ti nuk je këtu për të gjykuar, ja vlen për një vot apo s'ja vlen për apo s'ja vlen për një vot, dakor? Bëj punën tënde aty dhe hajde, mos kërcëno njerëzit, mos kërcëno kandidatët tani. Mos umeni me llafe kotin. Mirë ardit, për çdo informacion... Do na hapësh këtë. Do ta marrësh një vend. I kam shtuar ta. Atër, Greta, si që pam, kjo ishte situata kryur në ZAZ numër 32, këtu në shkollën Marie Logoreci, në njësi numër 1 në zonën e Shkozës, ku ka pasur një komunikim mes kryetarit të kësaj ZAZ-e dhe kreut të partisë Mundësia, zotit Agron Shehaj, me këtë fundit që ka kërkuar në një farë mënyre përgjigje dhe llogari se pse ZAZ-ja antarët e saj kanë përjashtuar dhe nuk e kanë lejuar që të qëndroj në ZAZ kandidaten Barbara Doda për shkak të tensionit dhe situatës së krijuar pak më parë. Ndërkohë kjo është situata dhe atmosfera e tanishme brenda ZAZ-s numër 32 në këto momente ku janë të pranishëm sigurisht përveç numëruesve edhe vëzhguesit e të gjitha subjekteve politike për ta ndjekur procesin nga afër. Ndërkohë që presim të shohim komunikimin që do të ketë komunikimin e zotit Shehaj me kryetarin e KZAZ-s, të cilën neve e pam pak më herët. Tani më kanë sinjaluar një nga vëzhguesit të partisë Mundësia, sa po folu me kryetari u zhduk tani, nuk e dim nga vajti. Më kanë sinjaluar që në një kuti ju keni shtuar vota të pavlefshme tek një forcë politike tjetër. I është sinjalizuar si gjë dhe kjo pavarësisht këtij sinjalizimi nuk keni ndaluar. Kryetari pranoi që është kjo gjë ka ndodhur dhe është verifikuar dhe keni zbuluar që ka patur një parregullsi. Do të kuptoj nëse keni hapur kutinë, nëse keni korrigjuar proces verbalin. Kutinë hap vetëm KQZ-ja me ligj. Jo, kutia është këtu. Ju do në momentin vëzhguesit për të punë janë. Më falni një sekondë. Kutia në momentin që vulloset vetëm KQZ-ja. Kutia, dëgjoj. Kutia, atëherë vëzhguesi, e di pse është aty? E di pse ka emrin vëzhgues? Që të vëzhgoj juve dhe ju sinjaloj. Dhe ngredor. Problem thotë. Më fal një sekond. Ju çfarë bët? Jo, ta mbaroj pastaj më thuaj ti. Ju çfarë bët? Ju bët sikur nuk dëgjuat? Jo, se jam unë. Ti i përfaqëson gjithë je përgjegjësi këtu. Dhe kanë ardhur te ty. Nuk jam unë. Kanë ardhur te ty te kryetari i partisë ka. Vëzhguesi ka ngritur dorën. Me mua s'kan folur fare dhe kanë folur me të tjerë me kryetarin. Me kë kanë folur? Me kë? Okej, hajde na. Ja, zotëria ka qenë. Më fal ju zotëri për çajeni këtu. Unë vëzhgoj të gjithë tavolinat. Atëherë, ju ju keni folur me vëzhguesin tan? Jo. Po si e keni marrë vendimin pa folur me vëzhguesin? Sepse na u komunikuan. Nga kush? Nga kryetari. I pam tamet e pavlefshme dhe pam që mundonin votat e pavlefshme. Tjetër gjë tash bëjmë muhabet ishte si ishte tash. Fol me kryetarin. Jo, kryetari u zhduk, folëm me kryetarin, po kryetari iku. Them tash unë jam Po çfarë do bëj? Jo, një sekond.
Tani këtë ka zotu apo më fal? Nuk ma bën tash. Është kryetari. Tani numërimi, kush më bën numërimin këtu? Kush i përgjigjës për numërimin? Jo, kush është përgjegjës? I gjithë komisioni. I gjithë komisioni. Unë jam një nga antarë. Ju tani, më fal, mund të mbledhim këtë zën? Ju bëni çfarë doni se kuptova. Do bësh kërkesë. Jo, nuk bëj kërkesë, tani dhe jemi këtu. Ti je sekretar, Kur sekretar? Hajde. Zonja Adrian. Po thuaj zonjës drejt. Lidhëm me kryetarin tash. Me kryetarin ishim me folëm. Po a folja çfarë tash mos e kërkon ne. Po nuk mund të bëjmë numërimin e vjeut të tetësoni votat e të vitit votat. Po nuk e vazhdojmë dot, nuk e vazhdojmë, do të bëjmë shkem me të. Do të skaqë zonë do. Kryetar mbi edhe një Greta?